Merita është një nder i veçantë për mua t'ju kem pranë dhe për publikun të dëgjoj zërin tuaj të mrekullueshëm. Jam shumë e lumtur që marr pjesë midis jush. Populli është ai që i vendos të gjitha votat. Pikërisht për çmimin e mbrëmjes së sotme, unë do të ftoj në skenë për t'u dorëzuar regjizorin dhe drejtorin e përgjithshëm të drejtorive në Ministrinë e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, zotin Armando Bora. Gjithashtu kam pranë dhe kupën dhe tufën me lule për ju. Është mbase e vështirë për të gjetur fjalë dhe për të krahasuar zërin e Merita Halilit, gjithsesi është kënaqësi të japësh këtë kupë. Të falenderojmë për kënaqësinë që na ke dhënë gjithë jetën. Je e mrekullueshme sapo dëgjuan nga salla. Meritën do ta mbajmë këtu, nuk do ta lëmë të largohet nga skena. Këngëtarët e tjerë në skenë, do ta fillojmë le të themi apelin me radhë. Petrit Lulo, Zef Beka, Artiola Toska, Irini Qiriafo, Shkëlzeni Etishi, Remzie Usmane Irma Libohova, dhe Bujar Qamile. Merita Halilin e kemi këtu tashmë.